Mi do ndalemi në qytetin e Vlorës, ku një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin Bregdetar, ku një makinë ka përplasur për vdekje një 17 vjeçar, por për të mësuar më shumë do të lidhemi më njëherë me kolegun ton nga Vlora në qytetin e Vlorës, pra pikërisht Edi Rruçi. Edi, përshëndes. Atëherë, çfarë ka ndodhur më konkretisht, ku ka ndodhur ngjarja dhe a është identifikuar dhe arrestuar autori? Ju përshëndes. Sipas edhe policisë së Vlorës, kemi të bëjmë me një ngjarje tragjike e cila sigurisht që ka tronditur qytetin edhe për vetë dinamikën që kjo e fundit ka patur. Pa jetë në mënyrë tragjike, rreth orës 1:30 të mëngjesit ka mbetur 17 vjeçari Leandro Shametaj, i cili në ato momente në bulevardin e Vlorës, pranë vendit të quajtur tek kinoteatrin Vlorë, është përplasur nga një mjet, nga një automjet luksoz i llojit Porsche. Mjeti, sipas policisë së Vlorës, në ato momente të paktën edhe konfirmuar, po lviste në drejtim kundravajtje për shkak se gjithë segmenti rrugor nuk ka patur, le të themi, qarkullim në atë orë, duke rezultuar fatale për 17 vjeçarin, i cili në ato momente po kthehej nga puna, duke shkuar për në shtëpi pasi kishte lënë edhe turnin në orët e vona, ku ky fundit të punonte edhe si kamarier. Motori me të cilin 17 vjeçari po kthej për në banesën e tij është përplasur, është goditur nga mjeti i llojit të Porsche, i cili të paktën nga burimet e policisë së Vlorës lëvizte me të paktën 200 km/h në një segment rrugor ku shpejtësia maksimale e lejuar është vetëm 30 km. Drejtuesi i saj, 32 vjeçari Hajri Bajrama, i cili është arrestuar në flagrancë nga policia, ka rezultuar edhe pas testit të alkoolit që ky fundit ka qenë në gjendje të derë, pra lëvizte me shpejtësi të lartë dhe nën efektin e alkoolit, madje edhe në drejtim të kundërt të lëvizjes në bulevardin e Vlorës, pjesën më të frekuentuar të qytetit dhe me qarkullimi më të madh të këmbësorëve edhe në atë orar për shkak të shumë bizneseve që gjenden përgjatë, duke goditur motorin e 17 vjeçarit, i cili në punë të vet, në sap vet, në hall të vet po kthej në shtëpi. 17 vjeçari sot duhet shkonte në shkollë dhe gjithashtu punonte për të mbajtur familjen, për t'i dhënë këtyre të fundit të ndihmën e vet ekonomike dhe për të përballuar edhe shpenzimet e shkollës. Për pak ditë ai festonte edhe ditëlindjen e tij të 18 dhe kjo është dinamika e ngjarjes që është e dhimbshme edhe për qytetin e Vlorës. Më pas trupi i 17 vjeçarit është transportuar në drejtim të morgut të qytetit rreth orës 2 të mëngjesit dhe familjarët kanë arritur që ta tërheqin trupin vetëm rreth orës 10 të mëngjesit sotëm, pra më tepër se 8 orë në pritje në dyert e morgut, për shkak se Vlora, duhet theksuar edhe ky fakt, ka një mungesë të theksuar të mjekoligjorëve, pra në Vlorë për bashkitë Vlorë, Selenic, Imar, Saran, Delvin, Konispol, Finish, 7 bashkitë e qarkut, janë vetëm 2 mjekoligjorë, çka ka bërë që familjarët prej orësh të presin në dyert e morgut, madje të bëjnë edhe një apel në media. Ka qenë gjyshi i 17 vjeçarit, i cili nga dyert e morgut për A2 ka dhënë edhe një intervistë ku i bën apel të gjitha atyre personave përgjegjës të cilët e kanë këtë problematik për ta zgjidhur të ndërhyjnë, pasi po presin me orë të tëra në dyert e morgut, duke ndier edhe dhimbjen e humbjes së jetës së familjarit të tij. Policia ka nisur hetimet për rastin në fjalë, ka parë pamjet e sigurisë, ka marrë gjitha provat në vendngjarje dhe i ka komunikuar edhe masën e arrestit. Madje në komunikatën e policisë konfirmohet se është arrestuar në flagrancë 32 vjeçari Hajri Bajrama, i cili drejtonte automjetin në gjendje të dehur dhe gjithashtu me shpejtësi tej normave të lejuara. Dosja e timore pritet që t'i kaloj prokurorisë, e cila do të marrë edhe vendimin në fjalë. Edi, cila ka qenë e kaluara, ka precedent penal autori i ngjarjes?
Për momentin nuk konfirmohet diçka e tillë nga policia e Vlorës se që 32 vjeçarit mund të ketë precedent të mëparshëm penal, por çfarë flitet të paktën në burimet e policisë është një shtim i madh i numrit të drejtuesve të automjeteve që qarkullojnë me shpejtësi dhe atyre në gjendje të dehur. Vetëm ditën e djeshme policia ka konfirmuar se të paktën 5 drejtues automjetesh në arkun kohor të 48 orëve janë arrestuar në flagrancë në Vlorë që qarkullojnë nën efektin e lartë të alkoolit, pra tej normave të lejuara të alkoolit. Madje kemi pasur edhe arrestime të drejtuesve të automjeteve me dhjetra të tillë përgjatë shtatorit, por edhe tetorit për drejtim të automjetit në mënyrë të paregullt apo edhe me shpejtësi të lartë, që ka ngre edhe një herë këtë fenomen i cili në Vlorë kryesisht përgjatë të mbrëmjes po merr për masa negative. Kemi pasur aksidente të shumta, jo vetëm në brendësi të qytetit, por edhe në autostradë, persona të lënduar, dëme materiale të cilat janë shkaktuar dhe është kjo një këmban alarmi për qytetin e Vlorës, por edhe për gjitha institucionet, le të themi, ligjzbatuese, të cilat duhet marrin masa më të forta kryesisht në këtë drejtim. Ajo se çfarë vihet re faktikisht është përfshirja e të rinjve në qarkullimet me shpejtësi dhe në aksidentet e shumta rrugore, çka e bën edhe këtë fakt edhe më shqetësues. Mirë, Edi Ruçi, falenderoj për informacionet më të fundit që na solli nga qyteti i Bregdetar.